Qeshja me zonë namaz e prish abdesin. Logjikisht nuk është dosh me prish, sepse s'ka dalë kur gjë prej trupit. Dhe rregulli është që çdo gjë që del prej trupit të njeriu dhe është e ndyt e prish abdesin. Në këtë rast nuk ka dalë diçka prej trupit. Por e kemi një hadith pejgamberit alayhis salam, i cili thot në një rast kur ka hyrë një sahabi i cili ka qenë i verbër dhe ka qenë një lloj grope, ka marrë thunta dhe rrëzu. Disa prej sahabëve që kanë qenë në namaz kanë qesh. E pejgamberi alayhis salam i ka thonë, kush ka qesh, le të marrë abdes, le ta përsërit abdesin dhe namazin. Ky hadith është mursel. Dhe thamë që murseli është i pranuar tek shumica dietarëve. Hadithi është transmetuar përmes rrugëve të ndryshme. Dhe është refuzuar për dy arsye. Sepse në shprehjet hadithit ka thonë ka qenë një bunar. Kanë thonë njerëz, çish ka pas mundësi me pas bunar në xhami? Nuk ka fjala bunar, fjala është një grop e vogël, për cilën sahabët kanë treguar sikur ka rrosh shihen mbush dhe puçilla që thojmë tek populli tek na, dhe çato ka marrë thuase, nuk ka puna që ka qenë ndonjë grop apo një bunar për imam xhami s'ka pas. Është keq kuptim i kësaj. E para, e dyta, çish ka mundësi sahabët me kesh në namaz pas pejgamberit alayhis salam? Çish ka mundësi? Të dashur vëllezër, ju e dini që në xhami pas pejgamberit alayhis salam janë fal munafiqt që kanë qenë plotësisht pa koncentruar. Njerëz pa dishëm. Ju e dini në rast që një person ka ardhur njerëz dhe ka urinuar në xhami. Prandaj nuk përjashtohet që dikush me qesh, sepse kjo do të konsiderohej edhe me lehtë se sa veprimet të cilat i potencuan. Prandaj refuzimi i hadithit përmes këtij kondi është i papranueshëm. Kjo tregon gjithashtu që na si shkollë, si mendsi, nëse një hadith vërtetohet tek ne se ka vepruar pejgamberi alayhis salam, ne e pranojna pavarësisht që kundërshton analogjinë apo kiasin. Prandaj hadithin e kena para kësaj na. Vetëm se duhet më vërtetu hadithi. E ky hadith përderisa vërtetu, ne kemi pranuar dhe kemi thonë që qeshja me zë e prish namazin edhe abdesin. Me qesh me zonë që unë e dëgjoj edhe veten, edhe më dëgjon dikush prej xhamatit që kam afër. Kjo prish namazin edhe abdesin. Me qesh shone që ndëgjoj veç veten, prishet veç namazi janë. Po jo abdesi. E me buzëqesh me kruh, e pa preferuar.